Kryetari i Komunës së Prishtinës Parim Rama ka ndarë një moment të veçantë dhe emocional përmes një postimi në rrjetet sociale, duke njoftuar se ka pasur nderin të kurorëzojë martesën e qiujtarës bie ose heroi të kombit Aglon Rahmani. Ceremonia e mbushur me ndjenja krenarie dhe emocion u përshkruat me fjalë të ngrohta dhe vlerësime për trashëgiminë e familjes të Rahmani. Në ceremoninë e tij, Rama tha se Aglon Rahmani ishte një simbol i shëndetësisë dhe sakrificës për lirinë e Kosovës. Ai kujtoi se heroi kishte rënë heroikisht në maj të vitit 98 në Prishtinë, duke të jetën për lirinë e Deut. Aglon Rahmani ishte dhe mbetet një emër që nuk shuhet në aplikesa e popullit ton. Ai ishte shembull i shëndetësisë dhe i përkustimit për liri. Shkroi Rama, vajza e tij qirëntarja, po atë një emër që sipas kryetarit Rama përfaqëson një betim të përjetshëm dhe një trashëgimi të çmuar. Ai tha se emri i saj është simboli një amaneti që jeton në zemrat e atyre që besojnë në liri, dignitet dhe drejtësi. Në këtë ditë të veçantë, qytetarja përvërzoi dashurinë e saj me Ereldi Aliajn dhe Rama shpreh urimet më të mira për jetën e tyre të përbashkët. Uroi që rrugët e saj në jetë bashkë me Erendin të jetë mbushura me lumturi, forcë dhe besim në ideale që i kanë mbajtur gjallë breza, theksoi ai, duke i uruar çiftit jetë të lumtur dhe të mbushur me dashuri, përkustim dhe mirëkuptim. Kryetari përmbylli mesazhin e tij me një thirrje për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë si figurave kombëtare si Aglon Rahmani. Ai theksoi se kujtimi dhe emri i tij duhet të jetojnë simboli i frymëzimit për brezat e ardhshëm. Trashëgimia e heroit tan është dritë udhërfyese për të ardhmen tonë, shkroi Rama, duke vënë pa nevojën për kujtesë të vazhdueshme dhe vlerave mbi të cilat përshëndërtuar shteti. Ceremonia e martesës ishte një kombinim i gëzimit familjare dhe nderimit kombëtar, duke përkujtuar lidhjet e pandara ndërmjet dashurisë, sakrificës, vazhdimësisë, së idealeve që kanë formuar historinë e shtetit të Kosovës.